në këtë zyrë, më zotri. E mbante kush rinde në këtë zyrë dhe e përdorte për hesabet e pushtetit të vetë. E mbante pushteti ekzekutiv, shpatën e ndëshkimit, atë shpatën që ka, se kam këtu me vete, zonja e drejtësisë, figura. Ka shpatën në dorë, ka peshoren e drejtësisë, ka dhe sytë të mbuluar për të qenë totalisht e paanshme. Unë i dorëzova shpatën për të bërë këtë që po bëjnë. Pa tjetër. Sepse kjo është e vetmja rrugë, nuk ka një rrugë. Sigurisht që kjo ka koston e vetë. Po pse kur bëm në reformën drejtësia, ishim vetë në pushtet. Po pse si mendon ti? Kur unë thosha, duam një forcë të pavarur që të luftoj korupcionin, majtas e djathtas, shoj vetëm drejt, po kush ishte në pushtet? Stamo du mua, apo e bëra reformën drejtësi për të hikur pastaj për të marrë me piktura dhe të tjerët të shifnin e të bënin. Jo më po unë e dija që qarë po bëja. Dhe sot po të them prapë, 100 herë të kthehem mbrapa, 100 herë e bëj këtë gjë, pavarësisht rezervave që mund të kem për një rast tjetër, pavarësisht lajfitjeve që janë pjesë e një procesi rritjeje të një institucioni, të disa institucioneve që janë të reja fare. 5 vjeç, 6 vjeç institucion. Ndërkohë që bota institucionet i ka me 200, 300, 500 vjeç, e 1000 vjeç. Kështu që mua mos më trego, të lutem, se me që flet për muajin Ramazani edhe tu pranoft agjërimi, mos përdor profetin, mos përdor muajin e Ramazanit për të mallkuar e për t'i uruar vdekjen të tjerëve, se futesh në problematika që unë personalisht nuk do doja të hyja. Dhe duke qenë besimtar, ti du ta kuptosh edhe më mirë këtë që po të them. Dakord?